Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atammu at-taslim. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Lesë ndëruar, vazhdojmë me shpjegimin e akides tahawije, pra akide të cilën e ka përmbledhur imami nderuar Imam Tahawi, Allahu e shpërbleft dhe mëshiroft. Thot Allahu mëshiroft: "Dhalika bi annahu ala kulli shay'in qadir, wa kullu shay'in ilayhi faqir, wa kullu amrin alayhi yasir, la yahtaju ila shay', laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir." Përkthimi është të shtu sepse ai, pra Allahu, është i fuqishëm për çdo gjë. Dhe çdo gjë varet nga ai. Çdo gjë për të është e lehtë dhe ai nuk ka nevojë për asgjë. Ai asgjë nuk e shëmbëllen atij, ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Kemi përmendur në mësimet e kaluara diçka për fuqinë e Allahut të lartësuar në fjalën e autorit, ku thot: "Nuk e mundon dhe nuk e pengon Allahun asgjë." Thamë se ehli sunneti në besimin e fuqisë së Allahut subhanahu wa ta'ala veçohen në tre gjëra. Prej tyre është se fuqia e Allahut është e përsosur, absolute, dhe nuk ka në të mangësi. E dyta është se ajo është gjithë përfshirëse. Fuqia e Allahut përfshin çdo gjë dhe nuk ka diçka që ka dalë prej kësaj përfshirje. Dhe e treta është se fuqia e Allahut subhanahu wa ta'ala është e përhershme. Pra nuk ka në një moment prej momenteve që Allah nuk ka qenë i plot fuqishëm. Kurse ajo ka qenë e përhershme dhe do të jetë e përhershme. Gjithashtu përmendim disa nga grupet të cilët gabuan në besimin e fuqisë së Allahut subhanahu wa taala, cilët kemi përmendur më thonë të mësimet që kaluan dhe nuk do ndalemi këtu, pasi nuk është tema mirë, po veçoritë e ehli sunnetit është mira që ti rikujtojmë, që mos t'i harrojmë. Pra fuqia e Allahut është absolute, e përsosur dhe nuk ka në të mangësi, është gjithë përfshirëse, pra përfshin çdo gjë dhe është e përhershme. Në ato gjëra që thamë do të shtojmë inshallah disa hollësi. E themi se fuqia e Allahut është një cilësi e cila lidhet me gjërat e mundshme, me gjërat e mundura, si në ekzistencë, pra në sjelljen e ekzistencë të gjërave të mundura, ose në lënien në pa ekzistencë të gjërave të mundura. Allahu na ka njoftuar në Kur'an se ai është i cilësuar me fuqinë absolute. Madje ka thënë se ai ka fuqi për çdo gjë. Pra, fuqia e Allahut është gjithë përfshirëse. Dhe se Allahu ka përfshirë me fuqinë e tij çdo gjë. Dhe nuk ka diçka që Allahu nuk e bën dot. Këtu kemi dy gjëra. Kemi dy çështje që do t'ia shtojmë fjalëve që i kemi thënë më herët. Disa njerëz u futën në studimin e të pamundurave, pra të pamundësive. Edhe thënë që fuqia e Allahut a lidhet me këto gjëra apo jo? Pra të pamundësit, gjërat që janë pamundura, Allahu ai vepron, a mund t'i veprojë? Normalisht që gabuan. Pamundësia
një përshtatje nga përkufizimi i gjuhës arabe, është ajo e cila ekzistenca e saj është logjikisht e pamundur. Ekzistenca e pamundurës logjikisht është e pamundur, nuk mund të ekzistojë. Dhe në vetvete ajo në esencë, pra mos ekzistenca e saj është e domosdoshme. Një gjë e pamundur nuk mund të ekzistojë. Edhe te kjo çështja e parë, domethënë do përmendim gabimin në dy palë. Disa thanë që fuqia e Allahut të lartësuar është e përgjithshme, e cila në të ka përjashtim. Pra kanë përjashtuar diçka. Tek ajeti ku Allahu thotë Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allahu ka fuqi për çdo gjë, thanë se ky ajet është i përgjithshëm, i cili në të ka përjashtim. Dhe përjashtimi është e gjërat e pamundura. Po kjo fjalë është gabim. Sepse Allahu ka mundësi të bëjë gjërat e mundura dhe të pamundura. E vërteta është pra që Allahu në fuqinë e tij, ka përfshirë çdo gjë. Dhe nuk ka në këtë ajet apo në fuqinë e Allahut ndonjë përjashtim. Mirë po, thamë që fuqia e Allahut është e lidhur me gjërat e mundura, me gjërat e mundshme. Dhe gjëja e mundshme është diçka që logjikisht mund të ekzistojë ose mund të mos ekzistojë. Pra nuk përbën problem. Pra mund të jetë apo mund të mos jetë. Do vim edhe me ndonjë shembull, s'kemi marrë, do sjellim në një shembull që të qartësohet ideja. Pra, thamë pra që ky ajet është gjithë përfshirës dhe nuk ka nxjerr. Realisht nuk ka nxjerr asgjë. Mirë po fuqia e Allahut lidhet me gjërat të cilat logjikisht janë të mundshme. Për këtë arsye shikojmë se Allahu na e ka qartësuar kur thotë se ai është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Atëherë, kur themi që fuqia e Allahut nuk lidhet me të pamundurat, kjo nuk është për shkak të mangësisë në fuqinë e Allahut. Nuk po themi që Allahu, pra fuqia e tij nuk lidhet me gjërat e pamundura, pra me pamundësi, jo se Allahu këtu domethënë ka mangësi në fuqi. Kurse si, ama si thënë, fuqia e Allahut lidhet me gjërat të cilat janë të mundura, si çdo cilësi e Zotit. Apo ta shikosh ne e përmendëm domethënë që cilësitë e Allahut se s'bën duhet të lidhen pra me një, po themi, ndikim të krijesa, apo jo. Pra, dëgjimi, për shembull, lidhet, më thonë, me zërat. Inshallah dëgjon zërat. E kështu çdo cilësi, domethënë. Dhe cilësia e fuqisë gjithashtu, pra lidhet me gjëra të cilat janë të mundshme. Nëse dikush vjen dhe të thotë, për shembull, përsosmëria e dëgjimit të Allahut është se Allahu dëgjon pamjet, gjërat që kanë pamje. Realisht pamjet, domethënë, lidhen me shikimin. Pra pamjet lidhen me shikimin e Allahut dhe me dëgjimin. Sa me dëgjimin lidhen zërat. Që Allahu dëgjon çdo zë. Edhe këtyre i themi që ky lloj krahasimi është gabim. Dhe kështu çdo cilësi pra që thamë, ka një gjë me cilën lidhet me të, kështu dhe cilësia e fuqisë së Allahut të cilën po flasim, lidhet me gjërat e mundshme. Me të pamundur, kemi për qëllim atë që është e pamundur në vetvete. Jo atë që është e pamundur, domethënë, për një shkak të jashtëm. Për shembull, themi që bleta e bën, domethënë, bleta nxjerr mjaltin. Nëse donte Allahu mund ta bënte që bleta, domethënë, bënte vaj, për shembull. Dhe kjo është diçka që logjikisht përfiturohet. Pra mund të përfiturohet diçka e tillë.
Dhe kjo është në vetvete, është e mundur, mirë po është e pamundur, pse se kjo është suneti i cilën Allah i ka kriju krijesën. Allah kështu ka dashur. Ama ajo që nuk përfiturohet që të ishte kjo tjetra. Dorsa me pamundësi të themi diçka që as nuk përfiturohet tjetër. Disa tjerë thanë se pamundurat, gjërat e pamundura dhe pamundësitë patjetër duhet futen në fuqinë e Allahut. Përndryshe, i bie sipas tyre që Allahu është i paaftë. Themi, t'ja mvesim Allahut subhanahu wa taala pamundësitë, thënë kjo realisht është një lloj, themi, edhe gjë e kotë në vetvete, po i bie si një lloj nënvlerësimi për Allahun subhanahu wa taala. Pra dhe fjala e tillë, domethënë, është fjalë që nuk merret për bazë, është lojë. Edhe ka subhanallahu disa pyetje që njerëzit i bëjnë, që realisht nuk meritojnë as përgjigje. Ai që të bën një pyetje të gabuar, pra, në moment që të vjen pyetja e gabuar, kjo pyetje nuk meriton përgjigje. Mirë po ai që të pyet këshillohet dhe orientohet që kjo pyetje që ke bërë nuk është e saktë në esencë, kështu që nuk meriton përgjigjen. Vjen dikush për shembull dhe të thotë filani që është i verbër, çfarë pa atje të rruga? Allah. Ç'lidhje ka kjo, filani është i verbër? Apo filani që është beqar, ku i ka kalamajt? Është beqar, ç'lidhje ka filani me kalamaj? E njëjta gjë, domethënë, kur të vinë disa njerëz bëjnë pyetje, si për shembull, a ka mundësi Allahu të krijoj një krijesë që ekziston dhe nuk ekziston, për shembull, në një moment vetëm. Pra, më sill ti diçka që edhe ekziston, po edhe nuk ekziston në të njëjtën kohë. Pra, kjo është tallje, domethënë, kjo është lojë me fjalë. Edhe ai domethënë, po ta vrasi pak meje, subhanallahu, nëse është njeri me logjik, ne themi dhe besojmë, po, ka mundësi Allahu ta bëjë. Që dhe vetë do të thotë, si, kjo është e pamundur. Atëherë, pse e kërkon? Ti vetë pranon që është e pamundur, pse e kërkon? Këtë lloj gjëje. Po thotë dikush për shembull, a mund bëj Allahu domethënë një llampë e ndezur dhe e fikur njëkohësisht? Pra gjëra që pra janë lojë fjalësh. Ne themi që Allahu ka fuqi për çdo gjë. Mirë po, Allahu ka fuqinë e tij e ka të lidhur me gjërat që janë të mundshme. Po, më thoj, po pak shpejt. Allah shpërblet. Po. Vetëm se shiva, këtu incizohen, këtu shiva. Po pra. Shiva, këtu incizohen dhe që mos dalin gjitha këto pyetje të gjërmësimit, mirë s'ma bën fund. Allah shpërblet. E dyta, e cila lidhet, pra çështja e dytë që lidhet me fuqinë e Allahut, është pra lidhja që ka fuqia Allahu të lartësuar me dëshirën e tij. Shembull, për shembull, është një fjalë që është përdorur, edhe e përdorin zakonisht dietarët nëpër librat apo nëpër shkrimet e tyre, mund të shkruajnë në fund Allahu është i plot fuqishëm për atë që ai don. Dhe ndodh që e kanë shkruar, domethënë. Ne themi që kjo fjalë ka nevojë për shtjellim, pra nuk mund thuhet kaq thatë. Pra do të thonë ato Allahu është i plot fuqishëm për atë që ai do. Themi, nëse kjo fjalë përdoret si rregull i përgjithshëm, pra të themi që Allahu ka fuqi për atë gjë që ai don, atëherë kjo është gabim. Sepse në këtë mënyrë e ke specifikuar
Pra, fuqinë e Allahut vetëm në gjërat që ai don. E sikur po thuaj që gjërat që ai nuk don nuk i bën dot. Ndërkohë që Allahu bën atë që ai don dhe atë që ai nuk e don. Pra ka mundësi dhe ka fuqi për të dyja. Pra, Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Mirë, po kjo nuk do të thotë që Allahu duhet të dëshirojë çdo gjë. Ai dëshiron disa gjëra, por nuk dëshiron disa tjera. Disa gjëra i bën, disa gjëra nuk i bën. S'ka që thjesht. Përsa Allahu dëshiron disa gjëra për sipas urtësisë së tij absolute, ndërsa fuqia e Allahut të lartësuar është gjithëpërfshirëse. Pra, Allahu disa gjëra i don, dhe kjo është më e mbyllur, pra më specifike. Allahu disa gjëra i don, nuk don Allahu çdo gjë të bëhet. Mirë, po fuqia e Allahut është më gjithëpërfshirëse. Përfshin gjërat që Allahu don dhe që Allahu nuk i don. Mund t'i bëj, mund t'i veproj. Ndërsa nëse specifikohet, ka përmend Allahu ajetin Kur'an, ku specifikon për shembull që Allahu ka mundësi të bëj këtë apo Allahu ka mundësi të bëj atë. Kjo nuk ka problem, sepse nuk është rregull i përgjithshëm, pra që Allahu ka mundësi të bëj vetëm këtë gjë. Allahu e përmend në Kur'an që ka mundësi të bëj këtë apo ka mundësi të bëj atë. Për një dobi që po e përmend në fjalën e tij, edhe nuk do të thotë specifikim që Allahu ka fuqi vetëm për atë gjë specifike që ka përmendur aty. Pra kjo nuk ka problem, ndërsa të bëhet të rregull, siç thamë, që Allahu ka fuqi të bëj atë që ai don, siç e shpjeguam, është problem sepse duket sikur po e specifikon fuqinë e Allahut të lartësuar. Vazhdon autori dhe thotë: "Wa kullu shay'in ilayhi faqir." Dhe çdo gjë është e varfër dhe varet prej Allahut të lartësuar. Çdo gjë o vëllezër, çdo krijesë është e varfër dhe është nevojtare për Allahun e lartësuar. Ja ejuhen nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni ato që keni nevojë për Allahun në çdo çështje e çdo gjendje të jetës tuaj, kurse Allahu s'ka nevojë për asnjë prej jush. Ai është i vetë falendëruari për çdo gjë që sakton për robërit e vet, si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër. Kjo është për shkak të pasurisë dhe të panevojshmërisë së Allahut të lartësuar. Pamundësia dhe nevoja është nga karakteristikat e krijesës. Pra, krijesa në vetvete është nevojtare, është e dobët, është e varfër, ndërsa Allahu në vetvete është i plotfuqishëm, i pasur, i panevojshëm, pra është esenca e Zotit që është i tillë. Këtu kemi, te kjo fjalë pra kemi 5 çështje. E para, fjala e autorit dhe çdo gjë varet nga ai, kjo është e përgjithshme dhe nuk ka specifikim dhe përfshin çdo gjë. Sado që të arrijë krijesa fuqi, pasuri, devotshmëri e kështu me radhë, prapë është nevojtare për Allahun subhanahu wa taala. Pasi varfëria dhe pamundësia e krijesës, siç thonë, është pjesë e esencës së saj. Pra në thelb krijesa është nevojtare, është e nevojshme, është e varfër para Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu në esencë pra në thelb, në veten e tij, ai është i panevojshëm për asgjë. E dyta, kjo që thamë për varfërinë e krijesës për Allahun, nuk është varfëri, pra thjesht ta kuptojmë akoma më mirë, atë nuk është varfëri e cila lidhet me një shkak të jashtëm. Pra siç mund të jetë për shembull smundja apo ku diun, i ndodhi diçka që i iku pasuria apo kështu me radhë.
Pra nuk po flasim këtu për një shkak të jashtëm, po flasim që krijesa në thelb, në vetveten e esencë, është nevojtare për Allahun e lartësuar. Sikur se Allahu nuk është i plot fuqishëm, apo i panevojshëm, apo i pasur për ndonjë shkak të jashtëm, kurse si. Pa mos të mendohet kjo, ai në esencë, në thelb, në vetveten e tij është i panevojshëm për askënd. Dhe është cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. E treta, varfëria e krijesës për Allahun është varfëri e përgjithshme në çdo aspekt. Pra, kjo varfëri lidhet me ekzistencën, jetën, pra sjelljen e ekzistencës, vazhdimi i jetës, furnizimi, pija, ushqimi, udhëzimi, çdo gjë. Madje dhe frymarrja. Nevoja dhe varfëria që ne kemi për Allahun lidhet, domethënë është gjithë përfshirëse në çdo aspekt të jetës. Pra çdo gjë që lidhet me krijesën, krijesa është nevojtare për Allahun e lartësuar. Pasi asgjë, nuk vjen prej krijesës dhe nuk kthehet prej krijesës dhe nuk kthehet te krijesa, asgjë. Vetëm se me ndihmën e Allahut. Krijesa në vetvete asgjë nuk del prej saj. Dhe asgjë nuk vjen te krijesa, vetëm se Allahu e ka caktuar. Ka dashur Allahu t'ia japi apo që dalë diçka prej krijesës. E katërta, varfëria e krijesave është dy lloje. E para është varfëria e cila lidhet me zotërimin e Allahut. Ajo që përmendur, gjë e vogël apo e madhe, e cila lidhet me krijesën. Krijesa është nevojtare për Allahun në çdo aspekt. Pra furnizim, jetën, frymarrjen, çdo gjë. Sado që të ketë njeriu, prap pa Allahun nuk bën dot. E dyta, varfëria e cila lidhet me adhurimin e Allahut të lartësuar. Dhe kjo është varfëria e krijesës për udhëzimin e Allahut. Që Allah ta bëjë devotshëm, ta udhëzojë, ta bëjë të qëndrueshëm në fe, t'ia bëjë imanin, pra besimin dhe veprat e besimit të dashura, edhe kufrin, pra mohimin dhe veprat e mohimit, t'ia bëjë të urryera e tjerë. Pra, këto të dyja janë gjërat që lidhen pra në varfërinë e krijesave ndaj Allahut, në gjërat e zotërimit të Allahut dhe në gjërat e adhurimit të Allahut të lartësuar. Thot Allahu: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan, lakinna Allaha yuzakki man yasha." Thot, nëse nuk do të kishte qenë mirësia e Allahut ndaj jush, o besimtar, askush për jush nuk do të ishte të lirur me pendesë. Mirpo Allahu të lirë këtë dojë, këtë dëshiroj prej robërve të vet, duke ja mundësuar që të pendohet e duke ja pranuar pastaj pendimin. Kështu që vallahi o vëllezër, njeriu, sikur mos ishte mirësia e Allahut, nuk do ishim udhëzuar. Nuk do të kishim bërë sadaka, nuk do ishim falë. Pra, çdo mirësi e kemi prej Allahut subhanahu wa taala. Sa do i zgjuar të jetë njeriu, sa do pasuri të ketë, sa do mençuri të ketë, e kështu me radhë, nuk e gjen dot udhëzimin. Udhëzimi është, thonë, mirësi absolute prej Allahut të lartësuar. Dhe nuk mund të arrijë njeriu kurrë atë me veten e tij. Pika 5 e fundit, dhe inshallah me këtë e mbyllim, është porta që më shumë të jetëson njeriu tek Allahu i lartësuar, është shfaqja e varfërisë dhe dobësisë para Allahut. Ata shfaqesh veten para Allahut si nevojtar. Kjo është lumturia e robit në këtë botë, ta shfaqë varfërinë dhe dobësinë që ai ka para Allahut,
me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyr. Dhe kjo është një nga gjërat më të mëdha me të cilat Allahu kënaqet me to. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam për fjalën la hawla wala quwwata illa billah, që është thesar prej thesarëve të xhenetit. Fjala la hawla wala quwwata illa billah nuk ka forcë dhe fuqi përveç në Allah. Pa njeriu ta lidhi në zemrën e tij që çdo gjë që i vjen e ka prej Allahut të lartësuar. Edhe ta ndijë me zemër që nuk ka mund, domethënë, për asgjë. Allahu është ai i cili më ruan, më jep furnizim, më ka dhënë këtë udhëzim. Për këtë arsye, mos mendoj njeriu kurrë se ka arrit aty ku ka arrit në devotshmëri apo në njohuri të fesë, duke menduar që i ka nga vetja vetë. Kurse si. Është mirësia Allahut të lartësuar dhe duhet falenderuar. Dhe nëse e falenderojmë, Allahu mund na i ruaj, pra na i ruan këtë mirësi. Nëse nuk e falenderojmë, Allahu na ruajt që mos na largohet kjo mirësi. Te kjo fjalë, la hawla wala quwwata illa billah, ka deklarat e qartë, domethënë, për dobësinë dhe nevojën e njeriu për Allahun e lartësuar. Kështu që sa më shumë ta shfaqësh nevojën dhe dobësinë para Allahut, inshallah kjo është mirësi. Dhe jenë hajër, jenë mirësi domethënë kur je në këtë lloj gjendje. Për këtë arsye, prej lutjeve të profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullah, la ilaha illa ant. O Allah, mëshira jote është ajo që unë shpresoj. Prandaj mos më lër të mbështetem te vetja ime, as sa për një çast, pra sa hapë mbyllësit. Dhe përmirësoje gjendjen time tërësisht. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Transmeton të hadith e Abu Daudi dhe të tjerë. Njeriu asnjë moment pra të jetës vet nuk bën dot pa Allahun e lartësuar. Pra, sikur ta linte Allahu i lartësuar njeriu, qoftë një moment pra, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, sa hapën mbyll syt, ishte shkatruar. Ishte shkatruar si nga jeta apo udhëzimi, apo në çdo aspekt, pra sikur ta linte Allahu njeriu pa mirësinë e tij, pa ia dhënë Allahu ato gjëra që ja jep, pra nëse do të flasim në aspektin e udhëzimit, në një moment sikur ta linte Allahu njeriu, ishte humb. Në një moment sikur ta linte Allahu pa furnizuar pra ke pasuria, do i kishte humb. Në një moment vetëm ta linte Allahu pa e ruajtur jetën, do ishte shkatruar. Kështu që njeriu nuk bën dot pa Allahun e lartësuar. Kështu që ne duhet ta kemi këtë besim dhe domethënë të jemi të bindur se çdo mirësi, madje çdo frymarrje që e kemi, nuk është gjë tjetër vetëm se mirësi absolute e Allahut fuqiplot. Nëse kanë pyetje, e mbyll atë. Tash në fund kështu i rusha do të thënë. Allah shpërblet në një subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.